Këtu është horoskopi i martë 15 prill 2025. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Këto javë do të jenë të rëndësishme për çiftet që duhet të bëjnë zgjedhje për të ardhmen. Temperamenti juaj i gjallë ka një mënyrë për t'u shprehur me shumë dëshirë. Demi. Situatë e pasigurt. Në përgjithësi, çifte që e duan njëri tjetrin për një kohë të gjatë duhet të shmangin nxitjen e polemikave gjatë ditës. Binjakët. Perspektivat që lindin do t'ju ndihmojnë të rregulloni jetën tuaj të dashurisë. Në këtë periudhë ju duhet të merrni energjitë tuaja pozitive përsëri duke lëvizur. Ju duhet të rimarrni forcën fizike pas një periudhe të rëndë. Gaforja. Kohët e fundit ka pasur shumë shpenzime, edhe për dështuar të paprituren, por jo gjithmonë kështu ndodh. Ne nuk duhet të mbyllemi në shtëpi ose të jemi pesimist. Mbaj mend që vullneti mund të bëjë më shumë se yjet. Luani. Nëse jeni pranë një personi, shkoni përpara, kjo do të thotë që brenda disa javësh do ta keni fituar ndeshjen. Në punë, stresi po shtyp, por një shpërblim do të arrijë. Udhëtimi pozitiv dhe mundësitë që vijnë së shpejti. Virgjeresha. Favorizimet e kontaktit, kjo është një kohë e mirë për të zgjidhur çështjet e pazgjidhura në të kaluarën. Është e mundur, nëse keni përvojën e duhur, që të vijë një konfirmim pune. Peshorja. Situata është delikate, veçanërisht për ata që kanë përjetuar një krizë ose një mendim të dytë pas dashurisë gjatë 4 javëve të fundit. Akrepi. Një ditë kur nuk do të jetë e lehtë të mbash qetësinë. Për arsye të ndryshme, mund të zemëroheni me një njeri ose të shfaqni qëndrime të padurueshme. Shigjetari. Mund të jetë një ditë e qetë, pavarësisht shqetësimeve personale dhe financiare me të cilat po përpiqeni të përballeni prej disa kohësh. E mundur një dashuri e re ose një zgjedhje e rëndësishme. Shmangni polemikat e panevojshme, e ardhmja ju pret. Në mëngjes përpiquni të mos e teproni, lodhje në rritje. Bricjapi. Unë nuk do të doja që ju të mbani një dashuri të caktuar pa kënaqësie në dashuri, sepse në këtë ditë ekziston rreziku i egzagerimit në tonet e polemikave, fitore përfundimtare. Ujori. Sa i përket të ardhurave financiare, kjo është në një mbrojtje të bukur. Ju jeni duke pritur për një rezultat, për një takim, ju mund të mos flini mirë ose të jeni të ngazëllyer. Mos u shqetësoni shumë. Yjet janë me ju. Peshqit. Duhet të përpiqeni të kapërceni disa tensione në mëngjes, disa shqetësime që fatkeqësisht janë ende pjesë e jetës suaj. Ditë e çuditshme, relaksohuni. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.